Në kuadër të projektit Raiko Super Schools, shkolla mesme profesionale Hamdi Bushati po realizon një bashkëpunim me një prej shkollave të mesme të qytetit të Novi Pazarit në Serbi. Ky projekt synon shkëmbimin kulturor dhe nxitjen e bashkëpunimit mes nxënësve dhe mësuesve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke forcuar lidhjet edukative dhe kulturore. Qëllimi kryesor i këtij aktiviteti është pikërisht kjo, që ne të thymë barrierat mes shteteve të Ballkanit dhe po ashtu që të heqim ato stereotipe. Aktivitetet kanë qenë të ndryshme, kemi bërë aktivitete ku nxënësit vetë kanë pas diskutime interaktive me njëri tjetrin për temën e thyrjes të barrierave mes shteteve, po ashtu ne kemi më dashme për cjalla dhe zakonet tona. Për shembull, ne kemi sot gatimet në kuzhinë, kemi gatime tradicionale nga Novi Pazar edhe nga Shkodra, por kemi vizitë në Kazan Rozafa. Edhe nesër një gjë që është shumë e bukur, kemi xhiro me bicikleta, bicikleta është pjesë e Shkodrës. I feel accepted. Ndihem shumë mirë. Mendoj që njerëzit në qytet janë shumë optimist dhe gjithmonë na përshëndesin me buzëqeshje. Ata janë të lumtur që shohin se disa njerëz nga Novi Pazar kanë ardhur për të vizituar Shkodrën. Kam folur me shumë prej tyre dhe ata janë të lumtur kur e nis bisedën në shqipt e kështu me radhë. Po, është hera ime e parë këtu dhe është shumë mirë dhe shpresoj që do ta vizitoj përsëri Shkodrën. Pjesë e programit të ditës sotme ishin gatimet tradicionale të dy vendeve. Siç e shihni sot jena te pjesa e kuzhinës, ku ne po gatojmë, domethënë grupi jena ndonë dy grupe, grupi jonë po gatuan petulla, grupi tjetër po gatuan mantija. Domethënë jena të njoftën me pjesën e kuzhinës sepse është një profil shumë i kërkuar, është profili më i kërkuar në shkollën tonë. Tu po e shihojmë më shumë këtë duke u njohur me kulturën shqiptare, ato e po e shihojnë sa më shumë, po ashtu edhe në qytet ato janë këtu. Ne po mësojmë shumë gjëra të mira. Aktualisht po mësojmë se si të gatuajmë ushqime nga vende të tjera. Qyteti është shumë i bukur dhe është një njësi e mrekullueshme të jesh këtu. Ky aktivitet që është pjesë e projektit Raiko Super Schools do zgjas 4 ditë, ndërsa pjesë u bën nga 15 nxënës të dy shkollave nga gjitha degët e studimeve.